kështu bëheshim bashkë, unë dhe ti, në shkoshim certifikatën e pronës të dy emrat tanë, ndërkohë që kur shisnim do na vinte edhe gruaja, i vete me email edhe gruas, mi po ndodhi që një shoku im munda nga gruaja dhe nuk na vinte gruaja të frymosëm dhe u bllokuam. Edhe tham, çfarë mësuam ne nga kjo gjë? Duhet strukturë. Duhet strukturë. Dhe atë pastaj lindi ideja e fondit, jo vetëm këtë, por të hequr disa shpenzime që i njeh tashmë ligji. Edhe kështu nisi, plus pastaj edhe një ide tjetër që ishte e suporton këtë, ishte fakti që ideja është që të bëjmë të diversifikimin e pronave. Pra ne nuk është se po blejmë pronë dhe presim të shesim këtë që të blejmë tjetrën. Pra ideja du të kishe më shumë kapital, që ndërkohë ne të kish filloni me procedurat e tjetrës, që sa të arritet të shitej kjo të blije tjetra dhe të kape e circli, pra është një rreth që duhet bërë, që ti çdo 15 ditë kesh një pronë për të blerë dhe çdo 15 ditë kesh po prapë një pronë për të shitur. Se po pritet 3 vjet ta shes atë, të ka bllokuar. Të ka bllokuar dhe normalisht margji i fitimit ulet.